Shona krejt qëto qa pishe një pikat e zeza që kjo kam i ti largu. Sa e bona një tosh edhe po du m'ja të regu 3 produkte se më keni pyet shumë për produktet të aknev. Se do në me pas të cilat e produkte që kanë me ndimu për akne, atëherë këshire në video deri. Unë e kom të regu që nuk është që kam problem me akne, përveç shkull të mesme që kom pas knaj, edhe unë e kom përdor vetë si ka plasën e cila më kanë ndimu. Rejti jam i shoshni se kam përdor këto ma kanë rritu të tepër shumë, edhe e kom marrë vesh për me bërë review për juve. Këto janë si pads, edhe kime marrë një ka një, edhe mi qitë të lkura, ja bu një lkura qështë, do me thonë me shti kremën krejt në ftyrë, edhe mi lanë qështë, një 2-3 cupa të balit, të faqës, ku do që keni akne. Spiret nëse gjdo produkt që e bleni ka me kry një mikulli për një muj, edhe qa i shënjën e për TikTok që shkrujnë për 29 dit, 30 dit, ti i kin shaj edhe ato janë rana, jam vesh për marketing. Une tash fulli për eksperiencës tem, une tash që me akne nuk më pas probleme, por rejt jam i shoshni si kam përdor qëto, edhe ku marrë review që janë tepër të mira edhe thash t'i ndaj me juve. Une tash këto nuk pila shumë gjatë ftyrë se nuk e di tash në ftyrë pastërt, amën me ndëmtu diçka. Amo ja u sugjeroj me provu se edhe kum pa reviews në TikTok edhe kum lexu në ChatGPT që është tepër e mirë dhe më mundet me ndihmu goxha shumë. Produkt tjetër që ekstrem shumë më keni shkru dhe për blackheads edhe për minimizimin e porëve, është kjo maska tjetër që kam pru prej Medicube, është Zero Pore Blackhead Mud Mask. Këto kena me marë edhe me qitë në lëkur qështo, edhe kjo ma bun pastrohet. Unë e nesër kam me uthu pra për deti, kështu që përdu një glowy face. Qëto edhe për më pëlqen tepër shumë që për ma bën lëkurën, kene me pa masit e heke. Që presum këto deri tërët edhe në fund e largojna. Qështo është që shdo ftyrë, edhe kështë në krejt qëto qa pishe një pika që janë pore, edhe kitë pikat e zeza që kjo kam i ti largu. Që se do mi largu pikat e zeza dhe i ndyren pore, atë e përdore qëtë produkt. Qëto, se këtë uje. Baj ftyrën edhe fena më fund. Është crazy sa e but më ka bo huna edhe nuk kam as një blackhead për momentin se i ka largu krejt. What? Fragrance Heranis me mdalë se herë dalë në dilë verës më bohen. Mama që s'mu kam pëlqy, për shtash më pëlqen ti për shumë. Tash për vazhdojna me qëtë produkt që kom të regu që është një ngjajshëm me Cicaplastën, edhe kjo ka me t'jap një glow ekstrem të mirë. Në qes edhe të qofa këto prej Dr. Melaxinit që është kondër rudhaf, që se kine me dalë dykën, e qëtë në shtu dhe dekultia se ju shkëllqen. Edhe e kom gjithë edhe produktin për flok, ama edhe pak nuk më mja kalëzu deri të shë rezultatin 100%, edhe pse veç se jam ka shën ditës do mos kur kesh e pash sa mirë jam kam do konflikt. Edhe prej që ju kom lytë zezave që ka nisë më këfil. Për një glowy face, që shto kështu një krejt videot e mija i kam të postu me një playlist skincare se që ka përdori one qëtë dit. Ju dua dhe ju përshëndes. Bye!